Gjatë fundjavës, strukturat e sektorit të qarkullimit rrugor në Vlorë dhe në Sarandë kanë intensifikuar kontrollet në të gjitha akset rrugore në kuadër të masave për rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Si rezultat u arestuan 7 drejtues mjetesh dhe u proceduan penalisht në gjendje të lirë 2 shtetas të mitur që drejtonin mjeti në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi. Në harkun kohor janar-nëntor, në qarkun e Vlorës, 493 shtetas janë arestuar ose proceduar penalisht, nga të cilët 376 shtetas për drejtim mjeti në mënyrë të parregullt dhe 117 shtetas për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Kontrollet vijojnë 24 shtat dhe janë përshëndruar kryesisht në akset urbane dhe zonat me qarkullim të dendur të automjeteve dhe të këmbësorëve, duke përfshirë testet e alkoolit, verifikimin e dokumentacionit të mjeteve, kontrollin për përdorimin e celularit gjatë drejtimit, si dhe vendosjen e kaskës mbrojtëse dhe të rripit të sigurimit. Vetëm gjatë fundjavës u evidentuan 9 drejtues mjetesh, 2 prej të cilëve të mitur që drejtonin mjetet në mënyrë të parregullt. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor në Vlorë dhe në Sarandë referuan materialet në prokurori dhe arestuan shtetasin me inicialet KK 44 vjeç, pasi u konstatua duke drejtuar automjeti në gjendje të dehur, shtetasin me inicialet AS 44 vjeç për drejtim mjeti në gjendje të dehur, XJ 25 vjeç për drejtim mjeti në gjendje të dehur, ASH 43 vjeç për drejtim mjeti në gjendje të dehur, AS 37 vjeç pasi drejtonte një ciklomotor elektrik në gjendje të dehur dhe pa leje drejtimi, LE shtetas finlandez 30 vjeç për drejtim automjeti në gjendje të dehur, si dhe OA shtetas turk 43 vjeç për drejtim mjeti në gjendje të dehur. Gjithashtu u proceduan penalisht 2 të mitur, 16 dhe 17 vjeç, të cilët u kapën duke drejtuar automjetin tip Audi dhe Fiat pa leje drejtimi. Vetëm gjatë javës së fundit janë vendosur mbi 3000 masa administrative për shkelje të ndryshme të kodit rrugor, ndërto 940 për tejkalim shpejtësie, 140 për parakalime të rrezikshme, si dhe 80 për drejtim mjeti në ndikimin e alkoolit. Policia rrugore e Vlorës apelon për të gjithë drejtuesit e mjeteve që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor, të shmangin përdorimin e celularit gjatë drejtimit, parakalimet të rrezikshme, si dhe drejtimin e mjetit nën efektin e alkoolit.